Ndikimi i trashëgimisë greke te muslimanët. Studimet greko-muslimane, edhe pse gjatë historisë janë trajtuar, megjithatë nuk janë në shkallë të kënaqshme. Sidomos në kohën bashkohore ka rënë niveli i studimeve objektive. Janë bërë studime të pjesshme, të njëanshme, por jo gjithëpërfshirëse, çfarë meriton kjo temë qysh moti. Disi studimet objektive kanë ngecur në nivelin e kohës mesjetar të kolosëve filozofik, Kindiut, Farabiut, Ibn Sinait, Ibn Rushdit e tjerë. Studimet e mëvonshme vetëm pjesërisht kanë trajtuar trashëgimin greke. Edhe evropianët, e sidomos grekët, nuk kanë bërë ndonjë hap përpara. Synimet e tyre në vazhdimsi kanë qenë mohimi i kontributit origjinal musliman, gjëgjësisht rrëgjimi i kontributit të tyre në transmetues e përkthyes. Ky injorim ka nxitur pakënaqësi dhe inat të ndryshme, e në dëm të historisë reale objektive. Synimi i shkrimit ton nuk është të përmirësoj këtë gjendje, sepse kjo do të kërkonte përgatitje më solide dhe një grup njerëzish kompetent. Synimi ynë është të jep shenjë në sasinë dhe cilësinë e ndikimit, duke prekur konkretisht ndonjë prej fushave, sikur artin, arkitekturën, por jo edhe filozofinë, historinë, kulturën e tjerë, sepse larg do të na çonte çdo ndalje. Shqyrtime paraprake. Në vitin 336 para erës së re, Aleksandri i Madh erdhi në pushtet. Me që ishte ushtarak i madh, shumë shpejt filloi shtrirjen e shtetit të tij në botën e atëhershme. Mirë po vdekja e hershme e Aleksandrit në vitin 323 bëri që perandoria e tij të ndahet në 3 mbretëri: Ptolemejane, Seleukidite dhe Maqedone. Secili nga këto shtete kishte qytete të fuqishme me shoqëri të lloj-llojshme. Shtrirja e këtyre shteteve do të thoshte njëkohësisht dhe shtrirjen e ndikimit të kulturës greke në këto shtete. Mirë po me që shumica e popullsisë ishte ndryshe, edhe grekët pësuan ndikime të caktuara. Në qendrat kryesore të tyre u hapën disa institucione arsimore, të cilat ndikuan në shtrirjen edhe të shkencës e kulturës dhe në zhvillimin e artit, letërsisë, arkitekturës dhe formave të tjera. Me grekët kemi edhe mendimin analitik. Sipas shkencëtarëve, kjo nuk dihet më herët që ka ekzistuar. Kulturës dhe artit grek i kontribuan dhe luftrat e shumta, por edhe udhëtimet dhe tregtia e gjallë. Në këtë mënyrë kemi një ndikim të ndërsjellët dhe një zhvillim që do të mbahet mend me shekuj. Mirë po shtrirja e kulturës heleniste në territorët që i pushtoi Aleksandri ishte sipërfaqësore dhe e kufizuar nga popullata urbane. Sipas Filip Hitit, popullsia rurale ishte e vetëdijshme për dallimin kulturor dhe racol me pushtesin. Ai shton, duke thënë se helenizmi krahas shtrirjes ushtarake ka ndikuar dhe në formimin e kulturës së atyre vendeve në lindje. Retorika, filozofia dhe e drejta greke kishte ndikim në qendrat e mëdha, sikur edhe gjuha greke, duke u bërë pjesëpërbërëse e paganizmit grek për gjatë lindjes së afërt. Disa shekuj më vonë, në kufi të grekëve u paraqit Islami, i cili nuk bën pjesë në fetë pagane, që zëfill në traditën gojore, por bën pjesë në fetë e shkrimit, të librit, që e radhit në mesin e hebreizmit dhe krishterizmit. Dallim tjetër nga fetë pagane është se kjo fe urdhëron besimin në një Zot, duke mohuar idhujtarinë e shtrirë në këto vende. Një autor paraqitjen e Islamit dhe fundin e romakeve e përshkroi kështu: pushtimet arabe të Sirisë, Egjiptit, Afrikës Veriore, e pastaj Spanjës Jugore dhe Sicilisë shënuan fundin e botës antike romake. Këtë askush para tyre nuk arriti ta bëjë. Deti mes dhe më nuk ishte liçen romak. Në pikpamje kronologjike, Islami është feja më e re ndër fetë qiellore dhe e dyta sipas numrit aktual të besimtarëve. Mbi 1.5 miliard banor janë musliman. Janë feja e dytë në botë. Përhapja e fesë në lindje ndodhi shpejt, duke u shtrirë deri në fund të Azisë së Mesme dhe deri në kufit verior të Indisë. Këtë shtrirje të suksesshme e mundësuan sidomos 2 faktorë: organizimi i mirë musliman dhe helenizmi sipërfaqësor i lindjes së afërme. Brenda 100 viteve të para, muslimanët morën një pjesë të ndijshme të Bizantit,
perandërim persiane dhe në drejtim të perëndimit arritën deri në poatje afër Parisit. Muslimanët, sikurse dhe hebrinët dhe kristianët, përjardhjen e kanë një, monoteiste, ibrahimiane. Ata besojnë në një Zot, kurse Ibrahimin e pranojnë për stërgjysh. Ibrahimi a.s. ka rëndësi të madhe në Kur'an, sepse ai është sikurse dhe Muhamedi a.s. i dërguar i Zotit. Gjithashtu, emri i tij lidhet me Ka'ben, vendi i shenjtë për të gjithë muslimanët. Kur'ani thekson se Ibrahimi nuk ishte hebrej as kristian, por bashkë me Musajnë dhe Isajnë është një ndër të dërguarit e Zotit. Ai është edhe babai i Ismailit dhe njëherit kundërshtar i rrept i idhujve. Kontaktet greko-muslimane dhe ndikimet e mundshme. Muhamedi a.s. e formoi shtetin, në të cilin rolin e udhëheqësit botror dhe fetar e kishte vetë ai. Pas vdekjes së tij, në vitin 632 e pas, kishte edhe pakënaqësi rreth përcaktimit të trashëgimtarit të shtetit islam. Edhe një pakënaqësi ekzistonte në ndërkohë, e kjo ishte dominimi gjithnjë e më i madh i dimensionit politik në dëm të atij fetar. Shumica sunite mendon se Muhamedi a.s. nuk ka lënë pasardhës. Ata mendojnë se halifi duhet të bëhet lider politik i bashkësisë, pa synim për ta zënë vendin e pejgamberit. Mirë po shiitët mendojnë se udhëheqja e shtetit duhet të mbetet brenda familjes së Muhamedit a.s. në kuptimin lider fetaro-politik, përkatësisht halif imam, duhet të mbetet pasardhësi i Muhamedit a.s. Aliu radiallahu anhu, kushëriri dhe dhëndri i tij. Çdo halif kishte për detyrë të përhap fenë dhe të kujdeset që shteti të zbatojë rregullat fetare. Çdo përhapje territoriale e fesë, do me thënë futje brenda shtetit musliman të popujve, kulturave, gjuhëve dhe besimeve të ndryshme. Varësisht nga drejtimi, muslimanët takoheshin me të tjerët, jo muslimanët, në perëndim me kulturën bizantine, në lindje me kulturën sasanidase dhe me kulturën helene që ishte i pranishëm në Egjipt, Siri e tjerë. U analizuan shumë vepra të shkruara, por edhe arkitekturore, miniatura, duke ju bërë shpjegime fragmentare, sepse shpjegime të plota në doktrinën islame nuk ekzistojnë. Sepse kjo do të nënkuptonte përkthyeshmërinë e përkryeshmëria i përket vetëm krijuesit. Me që Kur'ani është fjalë e Zotit në gjuhën arabe, rëndësia e alfabetit arab ishte e madhe në art e letërsi. E tërë kjo është zhvilluar duke i pasur parasysh ndalesat në islam rreth artit, sikurse zhvillimi i shkrimit, kaligrafisë e jo imazheve, skulptura. Roli i persianëve në këtë angazhim është i pavlerësueshëm, sepse kultura, arti, letërsia dhe filozofia kanë qenë në shkallë të lartë të zhvillimit qytetërues. Disa hulumtues mendojnë se helenizmi ka luajtur rol të rëndësishëm, duke ndihmuar arabët në gjetjen e kuptimit të identitetit vetjak nacional, sidomos pas fillimit të përkthimit të literaturës së nevojshme nga greqishtja në arabisht. Arabishtja si gjuhë e të gjithëve, fetare dhe politike, sidomos lehtësoi mundësitë e komunikimit. Në art këtë gjë kryente kaligrafia arabe, njëra ndër format më të përhapura dhe më autentike të artit musliman. Ndikimi grek vërehet dhe në kohën e Emevitëve. Kjo dëshmohet dhe nga papirusi me alfabetin grek, i gjetur në qytetin Nesan në shkretëtirën e Nevel, në vitin 685. Kemi edhe disa dokumente të kësaj kohe në gjuhën greke dhe arabe. Kur'ani ka qëndrim negativ për idhujt dhe çdo paraqitje figurative në fe është shkelje fetare. Si rezultat i kësaj ndalese kemi vijat dekorative në fazën e hershme islame të artit islam. Kjo ishte luftë kundër antropomorfizmit të helenizuar, sepse në islam synohet vepra e pejgamberit dhe jo personaliteti i tij. Këtë e ka shprehur deri diku dhe historiani Karl Grimberg. Ai thotë: arabët i zbatuan njohuritë matematike po kaq mirë si në astronomi e fizikë, po ashtu dhe në jetën praktike, në arkitekturën dhe artin dekorativ, në motivet e zbukuruara me bimët dhe arabeskat, konturet, vijat e cilave duken sikur duan të ndjekin njëra tjetrën,
u shfaqen prirjet e tyre përveçsuese për të zgjidhur problemet estetike të zbukurimit me rrugë gjeometrike. Shoqëria islame në rritje sipër kishte nevojë për ndërtime dhe zhvillime të reja, mirë po kjo nuk do të thotë që këto ndërtime dhe të ndikuara të jenë më të varfra se tempujt pagan dhe kishat kristiane, e madje të jenë në hijen e Bizantit. Në realizimet më të hershme arkitektonike të sunduesve musliman që u vendosën në Palestinë dhe Siri, ka qenë një stil ndërtimi jo i shpeshtë, kështjella shkretinore. Këto shërbenin për nevoja ushtarake, civile, punëtori e tjerë. Me kalimin e kohës këto objekte i janë përshtatur nevojave të shoqërisë së re muslimane. Këtë mund ta shohim sidomos në pavioni me banjo në pallatin Kasr Amra, në shkretëtirën e Jordanisë. Ky pallat ndër të tjera synonte të tregojë fuqinë e halifit, por kjo është bërë në mënyrë antike dhe bizantine. Dekori i pallatit, imazhet në të, nuk ishin në përputhje me rregullat fetare islame, por kishin mbetur si të tilla, më tepër të toleruara, por jo të ndikuara. Kemi edhe ngjashmëri të tjera, sikurse në qytetin Fav, në qendër të mbretërisë së njohur Kind, që kishte ndikime greko-romake me elemente lokale. Mirë po mozaiku nuk pati përdorim të gjatë, sepse ai u zëvendësua me motive tjera dhe me mjete të tjera. Kubja e shkëmbit në Jerusalem, xhamia e madhe e Mevit në Damask dhe xhamia e madhe në Kordobë janë shembulli më i mirë i aplikimit të mozaikut, i cili në një mënyrë reflektonte ndikimin kristian në art. Kopshtet e bukura, urat dhe pellgjet me peshq janë motive muslimane të parajsës. Ndikimin kristian në kuben e shkëmbit e pohon dhe Katarina Otto Dorn, në bazë të ekzistimit të transkripteve dhe elementeve të tjera. Madje ajo pohon se në arkitekturën e Mevite ka edhe elemente kristiane, persiane dhe të lindjes së vjetër. Përkundër ndikimeve, David Talbot Rike thekson se arti i hirshëm musliman në Siri është origjinal, sepse thekson dallimet karakteristike dhe në kuben e shkëmbit dhe në objektet e tjera. Zbulimi i kishës në vendin er-Resas në Jordani në vitin 1986 solli të dhëna të reja, se kisha nuk i përket kohës e Mevite, por Abasite, por shënimet janë gjuhën greke dhe paraqesin traditat më reprezentative greke të lashta disa shekuj. Kjo tregon se helenizmi ka pasur ndikim dhe në këto troje, dhe mbi këtë helenizëm lokal është bërë superstruktura e mëvonshme lokale. Ndikime vërim edhe në arkitekturën ballkanike, madje në disa xhami monumentale në Bosnjë, Kosovë, Maqedoni e tjerë. Por ky ndikim është i kufizuar vetëm në zgjidhje konstruktive, jo dhe hapësinore, sepse doktrinat fetare kanë determinuar hollësitë e tjera. Përfundim. Idetë dhe mësimet e Kur'anit dhe pejgamberit alayhis salam rezultuan me një krijimtari dhe trashëgimi të ndjeshme kulturore e qytetëruese. Kjo ndikoi që nëpërmjet kontakteve e në disa vende edhe bashkëjetesës edhe perëndimi të përfitojë, madje edhe të ndikohet dukshëm sikur kemi rastin me humanizmin dhe renesansën. Mira po për shkak të faktoreve që këtu i cekëm e të tjerë këtu të pacekur, Bashkësia muslimane pas largimit nga këto ide filloi të stagnojë nga zhvillimi e të bëhet gjithnjë e më shumë e varur nga oponentët e saj nga perëndimi. Mirë po në pyetjen se a mund të rikthehen muslimanët në skenën botërore, a mund të bëhen faktor zhvillimi, mendimet janë të ndryshme. Nga ato që kjo është përmendur, është e pamundur deri në mendimet se kjo është e mundur dhe se këtë mund ta bëjnë muslimanët, duke u kthyer burimeve islame dhe duke u shmangur gabimeve të mëhershme, siç ishin despotizmi politik, formalizmi rigjid në interpretimin e burimeve fetare dhe vullneti për përparim, duke mos shpërfillur asnjë të arritur botërore. Allahu i madhëruar thot: ndërsa e tërë fuqia i takon Allahut, të dërguarit të tij dhe besimtarëve. Kaptina El Munafikun, ajeti 8. Bota muslimane ka fuqinë për këtë kthes,
drejt besimit të mirëfillt dhe zhvillimit shpirtëror e material. Dhe këtë mund ta bëjë nëse para syve të vet do të ketë mesazhin vijues të autorit perëndimor Scone, i cili thotë: të gjitha qytetrimet janë në teposhtë, por në mënyra të ndryshme. Teposhtja e lindjes është pasive, ndërsa e perëndimit aktive. Faji i lindjes ta të pjetëse është se nuk mendon më, ndërsa i perëndimit se mendon tepër dhe shtrembër. Lindja flen mbi të vërteta, perëndimi jeton në gabime.